ai vetëm rrezohet dhe godet tonë. Unë thras me të madhe, thëm bab, çfarë ketë, si mund të ndihmoj, të lutem më përgjigj, më trego, më fol, ai nuk fliset dot asnjë fjalë, nuk do rrë ndonjëherë. Sytë e tij po më shikonin drejt në sy dhe shikoj lot nga sytë e tij që rrjedhin përmes fytyrës. Në 2-3 minuta kohë, ndërsa unë përpiqem të shpëtoj babain dhe duke lvizur me forcë, ta ndihmoj për ta ngritur, po ai s'ngrihet dot. Aty vjen rreth 20-30 kureshtar me dëshirën për të ndihmuar, si mund ndihmojmë këtë njeriu që është shtrirë në tokë. Me idenë se atje do të marr një ambulancë, mjek, shofer për ta çuar babain në spital. Presoja. Zot bëj diçka. Ngrije babain tim. Mbrim aty pranë dhe kur dal nga ambulanca shikoj që grupi i madh i njerëzve ishte po aty. Ndërkohë, shikoj maman time që kishte mbërritur aty në shesh për të ndar fjalët e fundit të mirupafshim me bashortin e saj që do të ikte në Greqi. Dhe shikoj maman time që lërinte, thëriste me të madhe dhe qante me të madhe dhe 2 gra tjera po e mbanin.